Punëtorët e kompanisë private të naftës Bunkers Petroleum kanë dalë sërish në protestë duke denoncuar mosmarrjen e pagave për 7 muajsh. Me pankarta në duar, ata akuzojnë kompaninë për shkelje të hapur të kontratave dhe për shfrytëzim të punës së tyre pa pagesë, ndërsa theksojnë se familjet e tyre po përballen me vështirësi serioze ekonomike. Gjithashtu protestuesit drejtojnë gishtin dhe të institucionet shtetërore, të cilat qëndrojnë indiferente. Ata kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga Ministria e Energjisë dhe Inspektorati i Punës, pasi duket i dyshimt fakti se si është e mundur që një kompani që operon në një sektor strategjik të mos paguajë punëtorët prej 7 muajsh pas një masë konkrete. Neve gjithmonë shpresoj propagandona, shpresoj. Se praktisim dot se kemi 12 vjetë. Na vjen keq që bëjmë punë. Do ikim fare. Do ikim nga Shqipëria, jo për çadrim. Pa operatorët atë me lekë. Po ku do shkoni? Po ne ishim me erdhëm, se tha ty dhe haçë është mirë Shqipëria. Po do ikim me prapë. Të vdesim andaj. Këtu e ku do vdesim një orë. Me pabukin. Çka? Po vlem. Lekë tona kërkojmë, me desën tona. Nuk po kërkojmë mëshirë. 7 muaj, ja, 7 muaj. Ne kemi bërë detyrën që na takon. E di mirë detyrën. Po të paguajmë mirë. Lere që marrim aq pak. Po ato s'po i marrim 7 muaj. Po mekanizmat ligjor do t'i përdori? Po do t'i përdorim në momentin, domethënë, pas këtyre do vazhdojmë edhe proceset ligjore të gjitha. Na kërcënojnë me, domethënë, duke na shkurtuar vendet e punës nëse ne kërkojmë lekët, na thonë që të heqim dorë nga pjesa e mbetur e pagesave, edhe të vazhdojmë punë. Por ky është kërcënim, tani neve borxhet që kemi marrë me çfarë do t'i lajmë. Sepse një pjesë të marrë dhe një pjesë mos marrë, neve jemi siguria e tyre dhe prapë s'kemi marrë lekë. Kemi kalamajt shkollë, duan lekë për shkollë kalamajt. Po, ma nuk kam qyrur lekë. Kështu që jemi mbledhur dhe do mbledhemi javë për javë derisa ka lëvizje. Kërkojmë ndihmë nga shteti. Po dhe shteti më duket mua sikur është i pafuqishëm se shteti ka borxhe vetë këta. Këta i kanë borxh shtetit, kur i thonë. Është herë e parë që na ndodh ky problem dhe jam dhe banori i kësaj zone që ne kemi dhe gazin aty që është herë e keqe shumë, nuk e durojmë dot. Prandaj, edhe ju si gazetare, u jemi drejtor dikur, që keni ardhur dhe keni parë gjendjen, por sot është akoma më e vështirë gjendja, se fëmijët unë i kam në shkollë. Jam vetë që punoj vetë fortë punëtore dhe jam kredo dhe në borxhe. Kemi 7 muaj pa marrë lekët. Çfarë mund të themi me një familjar 7 muaj pa marrë rrogën, fëmijët në shkollë, vetë me tension dhe me zemër. Si do të gjejmë do ilaçe? Fëmijë, për ndihmon. Shteti Jemi vënë ndjeni edhe nga rrjetet sociale që këta kanë hapur llogari të dyshimta jashtë shtetit, me ato para i marrin për vete, nuk e di se çfarë bëjnë, çfarë shlyejnë i çojnë kin, neve pa rroga. Sa punonjës jeni? Ne sot aktualisht jemi 120 punonjës, kemi qenë 380 punonjës, në janar u bën shkurtimet, kemi ngelur. Punëtorët paralajmëruan për shkallëzim të protestës nëse nuk ka reagim të menjëhershëm, duke theksuar se heqja institucionale po e thellon krizën dhe po minon besimin tek shteti ligjor. Sipas tyre, kur 7 muaj pa paga nuk mjaftojnë për të zgjuar institucionet, atëherë problemi nuk është vetëm tek kompania, por edhe tek përgjegjësia shtetërore.